Përshëndetje të gjithëve, unë jam Elisa Kocaqi dhe këtu jemi në Dallavere me shoqen. Prakisht më lejoni të them që jam gazetare dhe së dyti më pëlqen shumë që t'jap opinione, duke qenë se kam marrë pjesë në disa panele televizive ku në një prej tyre në RTV Klan me Rudina Megjestarin ka fituar çmimin e dytë si panelistja më e mirë. Gjithashtu kam marrë pjesë në disa televizione të tjera si paneliste që do të thotë kam dhënë mendimin tim dhe opinionin tim në lidhje me tematika të ndryshme që ka dashur emisioni të përçojë atë ditë apo atë javë. Gjithsesi, ka vendosur që bashkë me ju të komentojmë pak këta personazhet që janë futur brenda në ferma VIP, pra në ferm, këta fermerë do t'i shuaj unë nga sot edhe më tutje. Fillimisht të komentojmë pak Arbanën. Rikthimi i Arban Osmanit në televizion ishte padyshim shumë emocionues dhe unë e përjetova sepse ajo është një ndër moderatorët e mia të preferuar dhe pata një lloj emocioni kur dëgjova zërin e saj, sepse le të themi që Arbana është shumë e spikatur për këto lloj spektaklesh. Ka zërin, ndoshta e kam thënë që nuk është femra më seksi apo më e bukur e televizioneve, por kjo nuk ka të bëjë. Është për mua një ndër gratë më tërheqëse, me zërin më të bukur dhe më profesioniste që televizioni ka. Duam apo s'duam ta pranojmë, bravo i qoftë, ka shkuar deri aty ku ka shkuar, por zëri i saj gjithmonë tërheq dhe duhet të jetë patjetër një motivim për vajzat e reja. Dhe për mua dhe për gjitha vajzat e reja, padyshim që për mua ka qenë. Atëherë, do të merremi pak me komentimin e disa prej personazheve, më saktë fermerëve, sepse kështu dua t'i quaj, që u futën brenda në fermë. Dua t'ju them diçka. Arbana ishte një yll, opinionistët më pëlqyen sepse janë të ndryshëm nga njëri tjetri. Për shembull, Ermali e dim që është pak tip kështu karagjozi, pra shumë i lezetshëm. Gjithmonë më ka pëlqyer Ermali, është për shembull, Ermali e dim që është pak tip kështu karagjozi, pra shumë i lezetshëm. Gjithmonë më ka pëlqyer Ermali, është i lezetshëm, nuk mund ta them. Angel Shkira normalisht që ajo është një vajzë shumë oratore që besoj në ditët në vazhdim ose në javët në vazhdim do të jetë edhe më pikante me komentet e saj, ndërsa Armina Bukuroshja nuk besoj se do jetë egër, se Armina është shumë e ëmbël, por gjithsesi do jetë si ajo ëmbëlsira në fund që momenti që do ketë pak përplasje midis opinionistëve dhe fermerëve, Armina besoj se me atë ëmbëlsinë e saj do t'i qetësoj pak gjakrat. Personazhi që më la pa fjalë është Mimoza. O zot, Moza është yll, është e papar. Unë gjithmonë e kam dashur atë grua, poezinë e saj, moskokçarjen e saj, por duhet t'ju them edhe diçka. Kush e ka dëgjuar historinë e Mozës e kupton pse ai njeriu është i tillë dhe pse gjithmonë personazhi që më la pa fjalë është Mimoza. O zot, Moza është yll, është e papar. Unë gjithmonë e kam dashur atë grua, poezinë e saj, moskokçarjen e saj, por duhet t'ju them edhe diçka. Kush e ka dëgjuar historinë e Mozës e kupton pse ai njeriu është i tillë dhe pse gjithmonë bën gallat, edhe pse faktikisht rri shumë serioze, por e lëshon kështu, që e themi në kotë më kotë, por i del plot se njerëzit afeksionohen shumë dhe e duan shumë dhe me sa duket ajo ka spikatur dhe shpresoj që ta kemi shumë gjatë në Ferma VIP, sepse na duhen këto emisione, sidomos emisionet që përçojnë kulturë dhe emisionet që kanë brenda, siç tha dhe Arbana, vërtet sjellin punë, djerës që ato lekë të fitohen me meritë dhe jo thjesht duke bërtitur apo duke dalë jashtë normave të njeriut për të marrë ato lekët. E kuptoni, është njësoj si në jetën reale që do punosh për të fituar.